أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين فالأندرام الله نمضم سلام صلوات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ولنا الله تمضم إن شاء الله دنا يعني شبيكي من ليبرت ستوليسيا لزوسة قرآنت أوتور دروم عبد الرحمن الدهام الله يروي الله شو بلف بربونا نتيجة كابو Ky libër koncentrohet në raportin e besimtarit që duhet me pas me fjalën e Allahut më dhun, pra me Kur'anin fisnik, gjithashtu edhe mënyrat që shmuj me përfituar me analizu Kur'anin fisnik. Ja nisim një herë pa hupkom në kreun e parë, me mësimin e parë, që ka të bëjë me madhështinë e Kur'anit fisnik dhe ndikimin e Kur'anit fisnik që ka në jetën e besimtarit, apo që duhet me pas në jetën e besimtarit edhe jo vetëm. Pra Kur'ani fisnik ka ndikim me rreze shumë gjanë. Pra ndikimi i Kur'anit fisnik është shumë i gjerë, inshallah do na më pa në vijim. Madhështia e Kur'anit fisnik kuptohet nga përmbajtja e mesazhit edhe ndikimi i këtij mesazhi që ka tek të tjerët. Pra nëse shohim Kur'anin fisnik në përmbajtjen e tij është i dalluar për secilës përmbajtje tjetër. Qoftë për nga thellësia e mesazheve që i bart, qoftë prej udhëzimeve që i bart, qoftë edhe për efekteve që i shkakton përmbajtja e Kur'anit fisnik. Para se me dal tek përmbajtja e Kur'anit fisnik, edhe mi përmend disa tipare të kësaj përmbajtje, duana me ditë që Kur'ani fisnik është fjalë e saktë, e cila nuk ka gabime, sepse është fjalë e Allahut të Madhëm. Pra, është fjalë e krijuesit dije plot apo të gjithdijshëm, i cili din gjithçka. Rrjedhimisht mesazhi i tij, fjalët e tij nuk munden më kanë të pasakta. Prej tipareve të Kur'ani fisnik është pra që është libër i saktë, meqense është fjala e Allahut të Madhëm, e Allahu i Madhëm është Zoti i dije plot, i gjithdijshëm, i cili din gjithçka. Prandaj edhe fjalët e tij nuk kanë mundësi me kanë të varfëra në kuptimin e diturisë, nuk kanë mundësi me kanë të pasakta. Allahu i Madhëm në Kur'an fisnik thotë: "Wa man asdaqu min Allahi qila." A ka dikush që është më i vërtetë se sa Allahu i Madhëm në fjalët e tij? Pra ka dikush që mundet me fol më saktë se sa Allahu i Madhëm. Nëse do të kishte dikush që është më i dijshëm se Allahu i Madhëm, atëherë do të kishte pas mundësi që edhe fjalët e tij më kanë më të sakta se fjalët e Allahut të Madhëm. Meqense nuk ka askush më të dijshëm se sa Allahu i Madhëm, rrjedhimisht edhe mesazhi i tij apo fjalët e tij janë më të sakta se sa fjala e gjithkujt tjetër. Apo me një ajet tjetër thotë: "Wa man asdaqu min Allahi haditha." A ka dikush që është më i vërtetë apo më i saktë në atë që tregon, në atë që e shpreh, në përmbajtjen që e jep. Nuk ka mundësi, domethënë, me pas dikush që është më i saktë se sa Allahu i Madhëm. E dyta, pra përveç saktësisë, për cilën domethënë nuk mundi me pas dyshime, që Kur'ani fisnik pra është i saktë, meqense është prej Allahut të Madhëm, i cili din gjithçka. Pra dikush që din gjithçka nuk ka mundësi me dhënë përmbajtje apo kuptimet e pasakta, meqense ai din cilat janë sakta dhe cilat janë të pasakta, e nuk ka askush tjetër që i afrohet apo që është i krahasueshëm me detyrinë e Allahut të Madhëm. Përmbajtja e Kur'anit fisnik është e gjitha e dobishme edhe njëkohësisht është e domosdoshme për njerëzimin, edhe jo vetëm. Pra, secila pjesë e Kur'anit është e dobishme. Duke nis prej surës parë Elhamdulillahi Rabbil Alamin deri tek surja e fundit që është Kul a'udhu birabbin nas. Pra, nuk ka ndonjë pjesë të Kur'anit e cila është në Kur'an, mirë po është e padobishme për neve. Gjithashtu është e domosdoshme përmbajtja e Kur'anit në tërësinë e tij. Pra, është e domosdoshme për njerëzimin me mënyrë që me mujtë me organizu jetën e tyre në një frym apo në një mënyrë e cila kish me qenë në të mirën e tyre edhe në rahatin apo komoditetin e tyre. Thotë Allahu i Madhëm për Kur'anin fisnik duke e shpalos para njerëzve, pra jo vetëm para besimtarëve, thotë: "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum." Thotë: "O ju njerëz, juve ju ka ardhur këshill prej Zotit." Pra ju ka ardhur juve dars, wa'd, ju ka ardhur juve prej Zotit. A jeni ju që e ngani. Min rabbikum, pra prej Zotit juaj. Wa shifa'un lima fi sudur. Thotë edhe shërim për ato që keni në zemër, në gjoks, pra për zemrat e juaja. Atëherë do të thonë pjesa e zemrës, nëse hekim edhe duke përfshim atje edhe aspektin medicinal, mirë po ajo që është më e rëndësishme, jeta e zemrës. Pra njeriu mundet me pas zemër fizike, mirë po mos me pas zemër në kuptimin e ndjeshmërisë, ndjenjes, rahatisë, kënaqësisë edhe kështu me radhë. Që kjo pjesë, domethënë, nuk mundet me ndresh me diçka tjetër vetëm se me Kur'anin fisnik. Edhe kjo është me fjalët e Allahut. Lima fi sudur, thotë: "Wa hudan", në jetën kohë Kur'ani është edhe udhëzim.
udhëzim dhe udhërofyes, pra i cili ta vizaton rrugën që dush me jetu në këtë botë. Me qenë se këtë botë na e qymë rrugë, do më thonë kjo është rrugë, nuk është destinacion, nuk është vendbanim. Atëherë ky ta vizaton cilën rrugë me ndjek për me mbreq atje ku dojmë na në fund të rrugës. Pra, kur të marrim udhë, kur të marrim rrugë, na kena marrë rrugë, kena ardhur deri këtu, pra e kena pas një destinacion. Këtë destinacion kena ardhur duke ndjek rrugë caktuara. Nuk ishim mujt me ardhë që tu ku jena ardhë në çfarë destinacione se ishim ndjek rrugë të gabuara. E kush i përshkruan, pra, cili është GPS-i nëse bën me thon kushtimisht për me shku në xhennet, është Kurani fisnik. Ta tregon pra rrugën, ta vizaton ty rrugën qysh me shpëtu në botën tjetër, po edhe në këtë botë. Wa rahme lil mu'minin. Thot edhe është mëshirë për besimtarët. E kjo pjesë neve na duhet me na interesu tepër shumë. Gjithsesi secila pjesë e cilën e përmenda, me përveçanti kjo e fundit. Pra apo do me gjetë mëshirë, apo do me gjetë rahati, e ke Kur'anin fisnik. Kjo është prap, nëse kur gjë tjetër e kallëzon madhështinë e Kur'anit fisnik. Është këshill për këtë njerëzit, ama është mëshirë e veçantë për besimtarët. Pra nuk ka thënë në fund Allahu i madhum që është mëshirë për gjithë njerëzit, nuk ka thënë që është për besimtarët. Apo në ajetin tjetër ku Allahu i madhum thotë: "Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ila siratin mustaqim." Thot o ju njerëz, me të vërtetë ju ka ardhur një provë bindse. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili ka sjell Kur'anin fisnik nga Zoti juaj dhe është zbrit një dritë e dukshme e që është Kur'ani fisnik. E ka quajt Allahu i madhum Kur'anin fisnik nurun mubin. Pra dritë e dukshme. Ndriçues apo drita e cila është e dukshme. E çka na duhet neve drita? Na duhet pra me dal për errësirës. Çka ka errësira? Errësira ka përzierje, errësira ka devijim, errësira ka huqje edhe gabime. Në errësirë njeriu nuk mundet me pa çka duhet me bë edhe çish duhet me bë. E kush është ai që i hedh dritë veprimeve tona? Pra saktësisë, pasaktësisë, mënyrës çish duhet me sjell, ka duhet me shku, ku duhet me nis, ku duhet me mbaru, është Kurani fisnik. Edhe pjesa tjetër pra e ajetit Allahu thot, kështu ata që besojnë Allahun edhe mbështeten fort tek ai, ta dinë se ai do t'i fusë në mëshirën dhe mirësinë e vet, do t'i udhëzojë drejt vetes përmes rrugës së drejtë. E tham që rrugën e drejtë e përcakton edhe tregon Kurani fisnik. Pra, don me fitu pra mëshirën, e cila kena ajetin paraprak, ku Allahu i madhum Kur'anin e quajti mëshirë për besimtarët, ajetin e dytë thot, nëse don me hyrë në mëshirën e Allahut, Allahu e udhëzon ato që don përmes rrugës së drejtë. E rrugën e drejtë përcakton apo të tregon Kurani fisnik. Kurani fisnik për nga rreza e ndikimit të tij, nuk i përfshin vetëm njerëzit, nuk i përfshin vetëm besimtarët, po i përfshin gjithë njerëzit. Edhe nuk i përfshin vetëm njerëzit, mirë po i përfshin edhe krijesa të tjera, duke i përfshi këtu edhe gjinat. Prandaj në kontaktin e tyre të parë kur e kanë pas me Kur'anin fisnik, regjistrohet në Kur'an ku Allahu më dhëm thot: "Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ila al-haqqi wa ila at-tariqi mustaqim." Thot o populli ynë, ne i kena dëgju një libër të shpadhur pas Musait, i cili e vërteton shpadhjen për atij, që udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. Pra, ka konsenzus ndër krijesor, nëse mund të thojë, që Kurani fisnik udhëzon në të vërtetën edhe është në rrugën e drejtë. Nuk ka konsenzus vetëm njerëzor që Kurani është udhëzues dhe ta tregon rrugën e drejtë, por është ndër krijesor. Gjitha krijesat për të cilat kanë arsye për me analizu përmbajtjen e Kuranit fisnik, janë të pajtuar që Kurani fisnik është udhëzues në rrugën e drejtë, edhe ndikimi i tij, domethënë, i përfshin të gjithë njerëzit. Për këtë arsye, nëse i marrim ajetet e Kuranit fisnik edhe i lexojmë me vëmendje, me meditim, me përsiatje, me analizë, na e shohim madhështinë e tyre edhe e shohim pamundësinë e replikimit të njëjtës përmbajtje. Pra, Kurani ka zbrit para 15 shekujve. Jo të plota, po para 15 shekujve është plotësuar zbritja e Kuranit fisnik. A ka ardhur para 15 shekujve hijri, pra muaj janor, se me këtyr mund me dalë edhe dalin më pak vite. Nëse këtyrim, a ka ndonjë dikush tjetër që ka mujt me sjell ndonjë përmbajtje edhe shumë më të shkurt e që është për nga madhështia dhe ndikimi e njëjtë me Kur'anin fisnik? Nuk ka. A ka me mujt me pas ndonjëherë? Nuk ka me mujt me pas asnjëherë. Për këtë arsye,
Allahu fisnik, domethënë e kalon këtë sfidë për njerëzit. Edhe kjo është njëra prej atyne testeve që Allahu i Madhum ja kalon librit vet Kuranit, që helbete me bo dikush me sfidave pra, me bo dikush me i përmbush, atër në rregull na po themi që do na me rishikua edhe njëherë komplet pozicionin e Kuranit dhe fjalën e Allahut e kështu me radhë. Pra, Allah për këtë arsye thot: "Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Thot, thuaj, nëse bashkohen njerëzit edhe gjint, në mënyrë që me ardhë me diçka sikurse Kur'ani nuk kanë mundësi me ardhë, edhe nëse e ndihmon njëri tjetrin. Pra, nëse do të mund paramendohej një forum ku mbledhen gjithë njerëzit edhe gjint. Edhe secili prej tyre, domethënë jep kontributin e tij në mënyrë që me e bëni përmbajtje e cila është e ngjashme me Kur'anin, qoftë përmbajtje e brendshme e tij, qoftë për nga saksia që e ka, qoftë nga relevanca kohore që e ka, edhe qoftë për nga ndikimi që e ka tek të tjerët, Allahu i Madhum thot, nuk kanë mundësi me bë. Nuk kanë mundësi me hartu një përmbajtje të tillë. Nuk kanë mundësi me bë një strukturë të tillë të përmbajtjes, aq më pak për nga ndikimi pastaj me çështrie tek të tjerët, edhe nëse kjo bëhet pra në bashkëpunim me njëri tjetrin. Ajo që, domethënë, e vërteton këtë fjalë të Allahut është prapë fjala e Allahut Madhum, ku i shënon disa prej situatave apo ngjarjeve që kanë ndodhur në kaluarën e që e kanë vërtetuar ndikimin e Kuranit fisnik, i cili ndikon edhe dëpërton edhe tek ato zemra të cilat akoma nuk e kanë besuar. Pra, ballafaqimi i parë i Kuranit, nëse bëhet duke i kushtuar mendje, nuk ka mundësi me kalu në për mendjen e njeriut, në për zemrën e njeriut, pa lënë ndikim të. Allah i Madhum thotë: "Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma arafu min al-haq." Thotë, kur dëgjojnë për Kur'anin që është zbritur të dërguarit e Allahut, i sheh se si u rrjedhin lot nga sytë e tyre për shkak të vërtetësisë që e kuptuan. Pra kjo u kon për jo besimtar. Kontaktin e parë me Kur'anin që e kanë pas. Kur e kanë nimi një herë, i kanë rrjedhë lot për syve, s'kan mujt me u përmbajt për shkak të vërtetësisë që e kanë gjetë tek fjalët cilat sapo i kanë dëgjuar. Pra ndikimi i Kuranit fisnik është përtej besimtarve edhe përtej, domethënë, atij që e beson Kuranin fisnik. E për neve, domethënë, kjo është hala ma e dukshme edhe ma e qartë. E me bu me na mungu neve, domethënë që na e pretendojmë besimin, edhe jemi besimtarë inshallah. Pra jemi duke i besu Allahut Madhum. Besojmë që Kurani është fjala e tij. Edhe pastaj nuk gjejmë ndikim zemrën tonë duke lexu Kuranin, duke lexu fjalët e Allahut, domethënë kjo tregon për një problem tepër serioz. Nuk është diçka e thjeshtë edhe e lehtë që ti me lexu Kuranin edhe pastaj mos me gjet kurfar ndikimi. Kurani fisnik duhet me lënë patjetër pra shenja në qenjen tënde. Për këtë arsye, Ibn Abbas Allahu qoftë kënaqur me të, që është regjistruar në Buhariu, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lexu surën An-Najm, ka ra në sejdë. E bashkë me to kanë ra muslimanët, idhujtarët, paganët, pra gjinët edhe njerëzit. Krejt kanë ra në sejdë për ndikimit që e ka pas leximi i Kuranit. Pra ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kuranin, kush e ka ni, kush e ka prezant. Kur ka rënë sejdë pejgamberi sallallahu krejt kanë rënë sejdë. Edhe ata që kanë besuar, ata që s'kan besuar, edhe njerëzit e gjin, gjithë kanë rënë në sejdë për leximin të Kuranit fisnik. Kemi një ngjarje historike që analizon ndikimin e Kuranit, e cilën e kanë kuptuar jo besimtarët. Pra jo besimtarët kryeneç, ata të cilët s'dojnë me marrë me Kuranin edhe nuk dojnë me besu për inati, jo për shkak që e kontestojnë përmbajtjen e tij ose që dojnë me u marrë me analizën e përmbajtjes së Kuranit. Po thjesht për shkak që interesat personale, domethënë që mund të më kanë shkaqe të ndryshme për çka nuk është tema jonë sot. Pra në kohën e shpalljes, derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kon Mekë, Abu Bekr radiallahu ta'ala anhu e ka pas për tradit me u falë dhe me lexu çdo pjesë të Kuranit që kanë zbrit, me lexu me za dhe me dëgju edhe të tjerët. Mirë po, për shkak të trysnisë që e ka pas prej jo besimtarëve të Mekës, udhëtarëve të Mekës, ka marrë vendim hala pa u bë hijreti në Medinë. Ka marrë vendim që më u shpërngul në Abisini. Rrugës duke shku, është në një vend quhet Berq el-Ghimad, është nëse e këshyrim, është në vijën bregdetare prej Mekës nëse nisesh rrugës për Yemen. Hala pa shku në Xhezan, pra është në gjysmë rrugës, është ky vend,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekr radhiyallahu ta'ala, duke shkuar në këtë rrugë, e ka taku Ibn Daghinën, i që dukon Harith ibn Yazidi, për cilin nuk dihet nëse e ka pranuar në herë Islamin apo jo. Mirë po, ka pas cilësi burrore. Kur e ka pa Abu Bekrin, e ka njoftë dhe ka thënë ka e të shku, ka thënë jam duke lëshu Mekën edhe po shkoj në Abisini për shkak që jam të mlon rahat me adhuru Allahun e Madhëm. Ky Ibn Daghin, ky nuk u kanë besimtar në këtë kohë që po flasë, as nuk e dim nëse e ka pranuar në herë Islamin. Atëherë, duke e njohur Abu Bekrin, edhe duke qenë vetë me cilësi burrore, i ka thënë dikush si ti nuk është që njerëzit kanë drejt me e dëbu edhe me e largu. E ky u kanë për një fisit forz, fisit Qarrah, i cili, u kanë zotria ati fisit, pra kryetari i fisit, dhe i ka thënë, unë po të jap beslidhjen, unë po të jap besën, që ke jena në mbrojtjen teme. Atëherë shkon edhe flet me Kurejshit, edhe i thot, Abu Bekri nuk është dikush që ju mundi me qit jashtë. I thot, mirë, po na, edhe çtu e theksi. Thot, na po tutemi që ky kur lexon Kur'an, mundet me u ndiku prej leximit të Kur'anit gratë dhe fëmijët tonë. Pse gratë dhe fëmijët? Sepse ata, nuk e kanë pas me inat refuzimin e Kur'anit. Po thjesht burrat e tyre kanë pa besimtar, edhe ata kanë bëjt pa besimtar. Në momentin që e ngojnë Kur'anin me vëmendje, atëherë rrezikohen baz tyre, pra rrezikohen që me kalu në fen e Abu Bekrit, pra me kalu në Islam. Atëherë thotë që bëjmë një kompromis, pra Ibn Daghin jep një propozim që Abu Bekri me qëndru në shpinën e tij me adhuru Allahun e Madhnum, mos me dal jashtë, mos me dëgju të tjerët, ndërkohë që ai qëndron në besën e këtij Ibn Daghinës, derisa pa afat të caktuar, derisa i përmbahet kushteve të marrëveshjes. Atëherë, Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu e ul zërin gjatë leximit të Kuranit, gjatë faljes namazit, për një kohë të caktuar, derisa vendos që me bën një xhami të vogël para shtëpisë tij. E bën këtë xhami para shtëpisë tij. Kjo është, hala pa u shprëngull në Medinë. Hala pa bo hijrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe aty fillon me u fal, aty janë nisin me u mbledh njerëz. Janë nisin marrë dhe gratë dhe fëmijët e mushrikinëve, pra i dhujtarëve, që me dëgju Abu Bekrin. Atëherë Kurejshët e konstatojnë që është kel marrëveshje që kanë pas dhe shkojnë te Ibn Daghina, për shkak thamë që u kon zotëri një fisit të madh, s'kan dashur me hyrë në luftë me to, i thonë tërhiqe Abu Bekrin në kushtet e marrëveshjes, pra le të kthehet kushteve të marrëveshjes, ose thot le ta tërhiqe besën që ja ke dhënë. Pra njënën prej këtyre dyve, Ibn Daghina e thret Abu Bekrin, edhe i tregon, ja jep këto dy zgjidhje. Abu Bekri i thot, po ta kthej besën, pra nuk jam në besën tënde, nuk jam në mbrojtjen tënde, për këtë arsye ai vazhdon me e lexu Kur'anin me za, e trusnia jo besimtarëve, vazhdon edhe rritet, derisa vjen urdhri për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për to më shpërngul në Medinë mas pak muajve, mas 3-4 muajve, mas i ka ndodhur kjo ngjarja e fundit kur ja ka tërheq besën apo mbrojtjen që ka pas Ibn Daghina. Kreta ajo që po duam të nënvizu prej kësaj, sepse është ngjarje e cila mundet më u tregu edhe më gjatë, mirë, në mënyrë të shkurtu, përmbledhur edhe të shkurt, është që ata e kanë njohur, i dhujtarë janë kanë, mirë, po e kanë njohur ndikimin që ka pas Kurani fisnik. E kanë ditë domethënë që me ngu me vëmendje Kurani fisnik, nuk mundesh pa u ndikuar edhe pse nuk i beson. Nëse je korrekt, veç duhesh më kon njëri korrekt edhe i drejtë. Edhe me marrë me lexu Kurani fisnik. Edhe me marrë me i kthyer ajetet e Kurani fisnik, mësimet, faktet që i tregon. Nuk mundesh me gjetë asnjë kundërthënie. Gjithçka që është në Kur'an është e saktë. Secila përmbajtje është e dobishme. Pra secila pjesë, secili fragment i Kur'anit fisnik është i dobishëm për situata të caktuara, e ndonjëherë për secilën situatë. Pra e kanë pa këto. Edhe për këtë arsye, domethënë, një tut që me lexu dikush pa paragjykime, pa qenë i sforcum, pa qenë i ngarkum me inate, me refuzim, domethënë ai ka mundiku prej tij, e për këtë arsye, pra ata e kanë marrë këtë hap, edhe pra ka ndodhur kjo ngjarje cilën pra ja u shpalose, këto e regjistron Buhariu në Sahihun e tij. Allahu i Madhum thot inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid. Pra kjo që sapo tham, thot vërtet në Kur'anin fisnik ka këshill për gjithkon që ka zemër, dëgjon me vëmendje edhe është dëshmon, pra e dëshmon leximin e Kur'anit fisnik. Pra, i përmend nëse e shohim disa prej cilësive, nëse i përmbush njeriu apo për kushteve, patjetër që Kurani fisnik ka me ndiku tek ai. E para thot ka zemër. Pra na e dim që
është për qëllim jeta e zemrës edhe jo me pas zemrën, thjesht me pas zemrën fizike, meqense ai që s'ka zemrë, ai nuk është gjallë nëse nuk ka zemrën fizike, sepse është organi domosdoshëm i cili ta mundson jetesën. Mirë po, atij që i mungon jeta e zemrës, rahatia e zemrës, ndjesia e cilën e ka me zemër, ai do të thënë nuk ka mundësi me ndiku Kur'anit tek ai. E dyta thot dëgjon me vëmendje, el qasama. Pra, dëgjon me vëmendje. Nëse ke zemër, dëgjon me vëmendje, e dëshmon leximin e Kur'anit, pra e beson përmbajtjen e Kur'anit, atëherë nuk ka çare pa ndiku Kur'ani fisnik tek ti. Pse na duhen këto tre kushtet, më thënë që i përmend Allahu i Madhum, na duhen për mi kontrollu tek ne. Nëse lexojmë Kur'anin fisnik. Pra, a kena zemrën gjallë apo ana ka vdek zemra duke e pas ngjoks. Do të shmekçyr. E dyta, a je tu e lexu Kur'anin thjesht si një përmbledhje poezish, edhe po don vetëm i kalu çështu apo në vend i ke pa domethënë kur shkon diku elshani ilahi sa me të bësh zhurm, edhe ti e vazhdon udhtimin. A je tu e ngu Kur'anin veç çështu sa me të bësh zhurm, me thy heshtjen, apo je duke i dhënë vëmendje që duhet më dhënë vëmendje Kur'anit fisnik. Edhe e treta, a dëshmon, a e kupton përmbajtjen e Kur'anit fisnik. Kjo është pra e hap rrugën edhe asaj që veçanti ju që jeni prezant këtu, po edhe secili musliman duhet me pas dart, duhet me kushtu vëmendje, me mësu arabishtën, nëse për kur gjë tjetër, vetëm për me kuptu Kur'anin fisnik, edhe me i plotësu kushtet që Kur'ani fisnik me ndiku tek ai. Je i lidhur në namaz, veçanti për shembull në taravih nëse marrim në Ramazan, je i lidhur në namaz, edhe je të ngu imamin, i lexon një xhuz të Kur'anit për një natë taravih, e ty kur fare ndikimin. Domethënë, kjo është tepër e rrezikshme, për cilën duhet me pas kujdes që mos me na rreziku jetën tonë të zemrës, sepse ti me pas jetë në zemër, edhe me dëgju me vëmendje, edhe me kuptu pra përmbajtjet ato fjalë që janë në Kur'an, edhe pastaj mos me pas kur fare ndikimi, kjo njënën për këtyne e përjashton. Je të lexu Kur'anin, nuk ka kur fare ndikim, ose je pa zemër, pra pa jetë zemrës. Ka vdek zemra duke pas në gjoks, Allahu na ruaj. Ose është tepër e smur zemra cilën duhet me shëru, pra shërimi bëhet me Kur'anin fisnik. Nuk e ke këto, atë nuk je të ngu me vëmendje. Se me ngu me vëmendje nuk ka mundësi prapë mos me ndiku. Nuk e ke as to atë si tu e kuptu, domethënë nuk e një vetëm disa shprehje, që prapë kanë një farë ndikimi në zemër, zbehet. Për këtë arsye pra duhet me i përmbush të kushte në mënyrë që mos me leju që na me lexu Kur'anin e mos me ndiku. Për këtë arsye Imam Maliku Allahu më shëroft, kur ka tregu çysh është liru Medina, ka thënë Medina është liru vetëm me Kur'an. Se nuk janë njerëz që janë ngarkum emocionalisht. Hiçi hebrejt apo që fut pra, cilët domethënë ata nuk kanë dashur me përzi, por nëse marrim në përgjithësi, nuk çysh u shku me pejgamberin pe Mekës në Medinë, u shku për në sajë të Kur'anit që e kanë ngu Medinasit nga ata besimtarë që janë shku në Medinë që e kanë marrë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pas as luftë. Cila është çysh u çujt ku ka ndodhur betejë, ku kanë fituar musliman e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shpërngul në Medinë. Nuk ka kur fare betejë. Është thjesht, domethënë Kur'ani fisnik, i cili është ngu me vëmendje prej medinasve, cilat akoma janë kënë jo besimtar. Pra e kanë dëshmu, kanë pas zemër, hala kanë zemër e gjallë. E kanë ngu me vëmendje Kur'ani fisnik. E kanë kuptu përmbajtjen e tij, e kanë dëshmu përmbajtjen e tij, e kanë kuptu përmbajtjen e tij, për këtë arsye nuk kanë pas çare pa u ndiku pe Kur'ani fisnik edhe pastaj e kanë besu. Muj me thënë, cila është e situatë kur nuk ndikon Kur'ani fisnik? Kur'ani fisnik nuk ndikon vetëm tek ata që janë më të ngurtë me zemrat e tyre se sa malet. Allah e merr këtë shembull Kur'an thotë: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Thotë, nëse këtë Kur'an e kishim shpallë, e kishim zbrit te një kodër, e kishte pa çet kodër për ulur, khashia, të thym, të friksuar, mutasaddian të coptuar për çkajt min khashyatillah, për frikës së Allahut, për frikës ne, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas, e këto janë shembull që na i japim njerëzve. Pra, kodra ish ra, ish drithru, ish coptu, ish friksu prej përmbajtjes që ka në Kur'an, pra prej kuptimeve që i sjell Kur'ani, e që
frika, prapë është në lidhur ngushtë me dashurinë, edhe kështu me radhë janë mësimet inshallah që i keni marrë dhe me shikmërsimin. Pra, kish ndodh një tërmet në kodër. E nëse dikush e ka zemrën halama keq në kuptimin e ngurtësisë, sesa kodra i reziston mos ndikimit. Pra është i pa ndikuar. Para mendojnë sa keq duhet mu ka ta ndis zemra një njeri, i cili pas e dëgjon Kur'anin nuk ka kurfar efektit e kaj. E gjithë kusht tjetër që nuk është në çet drejgje, nuk ka ra në këtë ndisje, ai është ndikum për Kur'anin fisnik, prandaj Allahu thot: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu al-juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil Allahu fama lahu min had. Thot pra Allah ka shpall fjalët më të bukur në formën e një libri, pra që është Kurani fisnik, pjesë cilat i ngjason njëra tjetrës edhe përsëriten. Qysh përsëriten në kuptimin e saktësisë, një pjesë e sqaron pjesën tjetër. Nuk ka pra kontradikta. Pjesa e parë e Kuranit me pjesën e fundit të Kuranit, e mesme me fillimin, fundi me një pjesë tjetër të Kuranit, ajetet e një sure me ajetet e një sure tjetër. Nuk ka përplasje të kuptimeve, me të thënë këtu ban, atje s'ban. Këtu është mirë, atje me thënë është keq. Nuk ka, secila është në vendin e vet edhe për një arsye të caktuar. Pra gjithçka është e mirë sistemuar. Është e kompozuar çashtu siç duhet, më kon edhe që ka sens, që ka kuptim. Mirë po, cila është pasoja e këtij libri të kompozuar mirë, i sistemuar mirë, e që është i përsëritur, pra që këto kuptimet e Kuranit fisnik e forcojnë njëra tjetrën, thotë që kjo bën që mu rënqeth lëkurat e atyre që i friksohen Zotit e tyre, e masandej mu qetësu prej Kuranit fisnik kur përmendet Allahu. Pra të njëjtën kohë, prej Kuranit fisnik të rënqeth, edhe të njëjtën kohë Kuranit fisnik të qetëson. Pra edhe frikën edhe qetësinë e gjen te Kurani fisnik, thot pastaj Allahu, ky libër është udhëzimi i Allahut në përmjet tij, Allahu udhëzon këtë, ndërsa atë që Allahu e shpinë në humbje, s'mund ta udhëzoj askush. Për shkak të këtij ndikimi që ka dëgjimi i Kuranit fisnik. Pra është leximi duhet më bëhet me analizë, po dëgjimi që ka i Kuranit fisnik edhe ç'të ndikim që ka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas qejf edhe me ngupe të tjera. Por nuk është që vetëm e ka lexuar Kuranin fisnik, e ka arë shpadhe dhe ja ka tregu tjerëve, mirë po në njëjtën kohë ka pas qejf edhe me ngupe të tjera. Abdullah ibn Mesud, Allahu shpëton me to tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë lexo Kur'an. Atëherë thot Ibn Mesudi thot, o i dërguari i Allahut, çu shune me të lexu ty Kur'anin ndërkohë që ai ty të ka zbrit. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam gjithsesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po lexo. Pa marr parasysh këtë fakti, lexo. Atëherë thot i kom lexu disa ajetet prej Kuranit fisnik derisa kumri te ajeti fe kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala haula'i shahida, si ka më kon gjendja e atyre që nuk besuan kur ne do të sjellim dëshmitar për çdo popull, e ty do të sjellim dëshmitar për ta. Atëherë thot në këtë rast më ka thënë mjafton, pra mjafton me këtë lexim e Kuranit, edhe thot kur e kom çu kokën e kom pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është mbush me lot për ndikimin që ka pas Kurani fisnik. Edhe ky ajet pastaj pra don komentim për cilin inshallah në raste tjera më fol. Edhe e fundit për këtë mësim, thot Allahu në Kur'an: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Domethën tashti i ndan pak a shumë besimtarët edhe jo besimtarët kur janë neç. Pra të ngarkum me mëdhef kundër besimit, pa marrë parasysh nëse ata e kuptojnë apo nuk e kuptojnë që vërtet Kurani është i drejtë dhe vërtet Allahu është Zoti dhe vërtet ai është i dobishëm për gjithë njerëzit. Pra pa marrë parasysh a e din as e din. A bojnë me inat apo se bojnë, apo domethënë a e bojnë përkundër dijes së tyre apo përkundër paditurisë së tyre, ata e bojnë me mëdhef dhe janë të padrejtë. Pra nuk po flasim për jo besimtarët të cilët e kanë një dozë të korrektësisë, për të cilat ka mundësi me një fazë të caktuar për urësitë e Allahut, madhum ata me kon jo besimtar, e pastaj kur ballafaqohen me të vërtetët, i dorëzohen edhe i nënshtrohen te Allahut madhum edhe bëhen besimtar. Çush ka ndodhur për shembull me sahabët kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush prej sahabëve që janë kon gjallë, derisa kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u kon jo besimtar. Gjithë janë kon jo besimtar. Kur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja i ka thirr ata të cilët janë kon të gjendje gatishmërie që edhe e kanë hap zemrën
Kuranit, udhëzimit, janë udhëzu. Të tjera që e kanë refuzuar udhëzimin kanë bërë pa udhëzuar. Thot Allah më dhëm për Kuranin, thot ne e shpallëm nga libri atë që është shërim. Pra është mas pari është shërim për mosbesimin. Që është shëron mosbesimin me Kur'an? Pra nëse mosbesimi është smundja më e madhe që mundet më ndodh dikujt, shirku është smundja më e madhe që mundet më ndodh dikujt. Që është shëron këto? Ty e shëron me Kur'anin fisnik, me kuptimin e Kur'anit fisnik, sepse prej mosbesimit ka rënë besim përmes Kur'anit fisnik. E mas kësaj secilën tjetër, gjynohet, mëkatet, brejtjet, parahatin, jo lumturin, gjitha këto pra janë pjesë cilat që shërohen me Kur'anin fisnik. Edhe gjithashtu edhe smundjet fizike. Pra dim hadithin kur një grup i sahabëve, pra tek ai prisje i atij katuni ku janë kon, nuk i ka pranu, nuk i ka gostit, pastaj e ka godit një smundje pas leximit të Fatihas ajo shëru. Pra Kurani është edhe shërim për smundjet fizike dhe për këtë arsye instinkti jonë fitostar duhet të mëkon sa herë kena ndaj problem me lexu minimumi al-Fatiha, me lexu elhamin. Dhem koka qitë dorën, kokë lexo elhamin. Ka ndodhur diçka, gripi, koditja, lexo elhamin mas pare, e kjo nuk e mohon që mi marrë edhe se bebe tjera, barna tjera e kështu me radhë. Po pra është Kurani fisnik është shërim. Është vërtet është shërim, është ilaç. Wa rahmatan huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Edhe është mëshirë për besimtarët, që sqaru më herët. Mirë, po çka i ndodh jo besimtarëve? Kurani çka i shton? Se nuk është pa ndikim indirekt të tërthor të jo besimtar. Ndikimi të besimtar është pozitiv. Tek njerëzit që nuk besojnë me procent hapur me ngu Kuranin me vëmendje është pozitiv sepse i kthen në besimtar. E ata jo besimtar kryen eç, domethënë ngarku me inatë me mëdheve, s'ka ndikim ka ndikim indirekt. Aty në veç ja ushton humbje. Domethënë sa herë që ata ballafaqohen me kuptimin e Kuranit, nihen të mposhtur. Disfata dhe humbje e tyre shtohet sa herë që ata mundohen me u përballë me Kuranin fisnik. Sa herë që mundohen me mohundën kuptim të Kuranit fisnik, ballafaqohen me dëgjimin e Kuranit fisnik. Nuk ju shton diçka tjetër vetëm se humbje. Pra kjo është ajo që e kam dhënë për nga ky libër për këtë mësim, inshallah në orën tjetër inshallah marrim mësimin tjetër. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin.